Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtë të premte ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. Në fakt do e nis menjëherë me personazhin tim për ta përshëndesur. Është avokati Zaçe Islami. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Je vetëm sot në studio, por shumë gjëra kemi për të diskutuar. Dhe në fakt, avokat vetëm përpara disa ditëve, unë kam trajtuar historinë e një vajze 15 vjeçare të mitur, e cila ishte zhdukur dhe kishte humbur çdo kontakti me familjen e saj, dhe bëhet fjalë për Vasiola Hoxhën, që regjia do më ndihmoj me pasaportën e Vasiola Hoxhës, 15 vjeçaria nga një fshat i Korçës që ishte larguar nga shtëpia e saj në orët e para të mëngjesit të datës 2 mars dhe nuk dihet se çfarë kishte ndodhur me fatin e saj. Ishte vllai Sergjo Hoxha, i cili e denoncoi humbjen e të motrës dhe kërkoi padyshim dhe ndihmën e policisë. E në fakt po mbushet muaj, policia është ende në kërkim të kësaj 15 vjeçare, gjithnjë me shpresën për ta gjetur dhe urojmë që ajo të jetë brenda territorit të Shqipërisë. Por kush është historia e Vasiola Hoxhës? Unë dua të jap një material dhe momentin kur i vllai ka bërë denoncimin live tu në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe rikthehemi se shumë gjëra kemi për të thënë sot për këtë vajzë të mitur, këtë 15 vjeçare jetime. Pak ditë më parë një adoleshent u denoncua si i zhdukur nga i vllai, me të cilin i kishte shkëputur kontaktet që prej datës 2 mars të këtij viti. Bëhet fjalë për Vasiola Hoxhën nga fshati Bregas i Korçës, e cila menjëherë pas këtij denoncimi u lidh me të vllain Sergjon, duke kërcënuar që të tërhiqte denoncimin. Ky i fundit, në një lidhje direkte, u shpreh se nuk donte ta tërhiqte denoncimin e bërë, ndërsa kishte frikë se mos e motra kishte rënë pre trafikimit. Kur ke folur me motrën, Sergjo? Pardije. Ne pardije kemi qenë në transmetim dhe kemi denoncuar humbjen e motrës tuaj. Ajo ju ka marrë pas emisionit? Po. Çfarë të ka thënë motra? Se më nxorën në televizor, më thoshte, se më denoncove në polici. Të tregoj se ku ndodhej, në çfarë vendi? Jo, nuk e tregonte vendi. Çfarë të tha tjetër motra? Më thoshte ai kiqe denoncimin. Unë i thash, po se erdhe këtu, i thash, ta shikojon kush është ai, që nga është, i cili është, çfarë prindësh ka, nuk ta ish, i thash. Vasiola Hoxha u martua që në moshën 13 vjeçare, ndërsa kontaktet me familjen i kishte të rralla. Afro një muaj më parë, ajo humbi nga kjo jetë babain, ndërsa pasi e përcolli për në banesën e fundit, ajo la të shoqin aty, duke u larguar pa njoftuar askënd. Ishte duke u gdhir 2 marsi, kur Sergjo ngrihet nga i gjumi ndërsa nuk e gjeti në shtëpi. Edhe pas kërkimeve në fshat apo denoncimin të polici, i riu ende nuk ka mësuar një vendodhje të 15 vjeçares Vasiola Hoxha. I shqetësuar për fatin e të motrës, Sergjo kërkon që mos të humbas kontaktet, por 15 vjeçaria të kthehet në shtëpi. Pasi pas vdekjes së prindërve, Vasiola është e vetmja që i ka mbetur. Kjo është historia e 15 vjeçares me emrin Vasiola Hoxha, dashur miq, një histori e dhimbshme e kësaj familje Hoxha, pasi 2 fëmijët, Sergjo dhe Vasiola, kanë humbur nga kjo jetë të 2 prindrit, edhe nënën dhe babain e tyre. Ndërkohë Vasiola është 15 vjeç, ndërsa Sergjo është 21 vjeç. Vasiola ishte larguar nga shtëpia në moshën 13 vjeçare pasi ishte e martuar dhe kontaktet me familjen gjithnjë i ka pasur të rralla. Kur babai i saj vdiq në muajin shkurt të këtij viti, 15 vjeçaria erdhi në banesën e saj në Korçë, e përcolli babain për banesën e fundit dhe i kishte shprehur vllait se kishte konflikte me bashkëshortin dhe kishte vendosur që të ndahesh nga ky i fundit dhe të jetonte me të vllain në shtëpinë e prindërve. Por ajo qëndroi vetëm pak ditë në shtëpinë e prindërve dhe mbrëmjen e 2 marsit të këtij viti, pra përpara disa ditëve, vajza adoleshente është larguar nga shtëpia dhe i vllai nuk ka asnjë informacion. Ai menjëherë u drejtua uniformave blu për humbjen dhe zhdukjen e të motrës dhe padyshim bëri dhe një denoncim në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ndërkohë, unë dua t'ju tregoj të dashur miq që kjo 15 vjeçare, pasi e pa veten e saj në ekran, reagoi duke na telefonuar në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Unë dua ta jap reagimin e saj. Vajza ka qenë në praninë e një djali të rritur, edhe ky person ka folur, por në këndvështrimin tim si gazetare, unë vazhdoj të mendoj që kjo 15 vjeçare duhet të kthehet menjëherë në shtëpinë e saj, dhe pse këmbgul që unë e dashuroj djalin në fjalë dhe dua të jetoj me djalin që ajo do. E ndjekim të reagim të kësaj 15 vjeçare.
Vasiola, përshëndetje. Shëndetje, si jeti? A je mirë me shëndet? Mirë, pa, e ti mirë. Po qa ka ndodhur? Si ke ikur kështu nga shtëpia dhe i ke bërë merak të gjithë? Si është, dhe më thënë, dekja e babit tim. Po, ngushëllimet, i ke humbur dhe babi dhe mami nga kjo jetë. Po, për mua dhe më thënë, unë i kisha pikë të dobët, dhe ndjesha keq, shtëpia më dukshte bosh, pase plus që dhe vllai më largonte. Po si të largonte Sergjo, ku Sergjo ka telefonuar pa gjurmi dhe të kërkon ty? Atë nuk e di, po që dita ditës vazhdon të më thoshte nuk e shpi këtu. Djalin që kam pranë, detyrova që të më merrte, se ndryshe nuk kisha zgjidhje tjetër ku të jetoja. Edhe ashtu mund të jetoja, ta gjëja emrin e babit tim ditë për ditë. E dashur, unë e kuptoj që ti je një adoleshente, je re, je dashuruar me të djalë. Po, drejtën unë mbështetje e babit, mbështetje më të madhe për ati e kam marrë. Për nënës kam marrë, mbështetje më të madhe për ati e kam marrë. Që kur i kuaj unë, ku di u më la i shrejt në zemër që besoj se to shërohet. Mirë, dhimbja është e madhe, humbja e prindërve është një dhimbje shumë e madhe dhe unë të besoj për këtë gjë. Por aman, për shkak të dhimbjes, për shkak të gjithçka që mund ta ndodhi në jetë, ne nuk duhet të zhdukemi, nuk duhet të humbasim. Po një moment kur s'ke përkaj pas kujt. Jo, po ky është gabimi më i madh që ne bëjmë Vasiola, sepse ai vlla. Ta bëjmë gabimin më pas pëndohemi. Po pra, dhe nuk ka zë të keqe të shkosh në shtëpi, ti kërkosh vllait falje dhe ta mbyllësh këtë histori. Do të shkoj, ama kam problem domethënë të djalit, nuk do që ta fusim. Por djali nuk do futet brenda nëse ti do kthehesh në shtëpi, nëse ti vazhdon të rish e fshehur, gjëra do bëhen më keq, Vasiola. Në qësë se shkoj. Që të Vasiola. shkoj, kam vendosur, kam thënë që do vi. Dhe unë këtë këshill t'i jap. Shko tek vllai, numrin tim e ke, më kontakto, bashkohu me vllajin, mos humb kontaktet me vllajin dhe ti qofsh e lumtur pastaj, vazhdo jetën tënde. E kupton sa e vogël je? Po, e di, gabim ka, më nuk kisha zgjidhje tjetër. Por pse ty vllajt ka dëbuar nga shtëpia? Po, ndoshta nuk mund të tregoj, po e di unë që kam qenë atje. Por çfarë ka ndodhur pas vdekjes së babait? Pse vllai të përzuri nga shtëpia? Për zuri dhe më thënë me një fjalë që gjithë shtëpia peshonte mbi të. Nuk isha më në pjesë aty. Ju keni bërë konflikte, debate me njëri tjetrin? Po, dita ditës më futësha gjithmonë në stres, e stresoja veten time për të fjalë. Pse çfarë fjalësh? Duar që kam prerë, që atëherë, që kusha në shtëpi, Çfarë ke bërë? nuk me duar, a stres. Ke prerë duart nga stresi? Po, që isha në shtëpi. Ndoshta dhimbja e babait ka rënduar nga ana psikologjike, por Sergjo të ka motër dhe ai është i vetmi person që të ka ngelur në familje. Më shumë se ai nuk të do njëri, sepse ai të ka denoncuar në polici që ti ke humbur, të ka denoncuar tek emisioni on që ti ke humbur dhe nëse ai nuk do të donte, nuk do të kërkonte. A janë thënë ndryshe nga janë tjetër ndryshe. Por nëse ti jemi një person që të do, pse ke frikë të tregosh vendin ku je? Po sepse janë hapur problemet, janë më të mëdha, kupton. Tash kam frikë të dal deri aty, se mund të thotë tjetri të topa e kapa, thotë i gjeta, thotë plus që japin probleme dhe djalit, më vdim se ta marr më qaf kot. Por ti e di që kërkohesh nga policia. Po, e di shumë i shkërkohem. Por atëherë nuk do të jetosh kështu. Kam vendosur që për pak ditë shkoj të takoj vllajin tim. Ky do ishte hapi i parë më i rëndësishëm që ti do bëje. Ai djali që ty të strehon, rrezikon shumë se ti je e mitur. Por nëna dhe babai i ti si të mbajnë të mitur në shtëpi ty? Më mbajnë si vajzën e tyre, normal. Jam duke të folur, jo si motë, po të flas si mamën tim. Po, ashtu më konsidero dhe më vjen keq që ti ke humbur dhe nënën dhe babain. Po them nëse shkoj shtëpi time, takoj vllajin tim, a mbyllën këto muhabete? Po sigurisht, Vasiola, nëse ti kthehesh në shtëpinë tënde, flet me vllajin tënd, i tregon që këtë djalin që ke në krah e do, dhe gjërat i flisi me njëri tjetrin, gjërat kanë zgjidhje. Domethënë djalin që kam krah, unë e du shumë, e du vërtet pse, se më ka përkrah, domethënë në atë momente kur s'kisha përkrahje pas njëri. Unë mund të shkoj ta takoj, të rri pak momente me të, mund të rri dhe pak ditë. Pa më pak prap do shkoj diku me të burrin që kam krah. Plus edhe ato s'mund ta le dhe vetë në dorë të komshive, ku di unë që mund t'i bëjnë ata. Përshëndetje. Përshëndetje.
Unë nuk dua të trëmbë, por thjesht fakti që kjo vajzë që ti mba në shtëpi, kërkohet nga policia, edhe ti punët nuk i ke fort të mirë. E di. Atire pse qëndroni akoma kështu të fshehur dhe nuk reagoni të shkoni në polici? Të shkoj në Korçë? Unë shkoj në polici, unë e di që dhe jem brana. Po më kam bërë njëkohësisht një muhabet me vllajën e Jolës, që do ta gjej një mënyrë të t'ia kthej motrën e tij mbrapsh. Por u bë një... Ama jo se do t'ja le në as shtëpi prap se prap. Sikur unë dhe brana vete për këtë vajzë, unë nuk e le. Se përderisa e mora, nuk e mora ta le rrugë, kam marrë kam sill në shtëpi. E pa atëherë ne kanë mbyllur gjitha rrugët dhe nëncimisht i hapur, nuk mund në vetëm punën e kam lënë më. Por si janë rrugët e mbyllura, kur vllai kërkon motrën dhe nuk e gjen, dhe vllai vjen në studion e emisionit pa e gjumë dhe e denoncon. Unë bëj thirrje nga emisioni, ka kaluar gjithë këto muaj dhe ti do të ishe kthyer në shtëpi e dashur Vasiola. Nëse vllai e kresh denuncimin, ky djalë është si person që mos ketë frikë unë dhe mërë. Direkt dhe qënë shpin tanë, edhe unë të njën me familjen tanë, edhe ata njën me familjen time. Zotri. Ata se që bëjnë që nuk kanë sy e faqe të futem asë familjet atyre, asë ata nuk kanë sy e faqe Zotri, të lutem. Nuk e pse flet me këtë gjuhë, sepse ke marrë një 15 vjeçare dhe dënohesh për këtë gjë, Zotri. Është një vlla që ka motrën e humbur, Zotri, dhe ti e ke për detyrë ti shkosh te dera ti trokasësh dhe t'ia dorëzosh motrën. Mirë. Çfarë? Nëse s'kam të dakord. Por e vem, po kam frikë të dalë në rrugë më Jola. Po jo. Po çfarë frikë ke mo Zotri? Çfarë frikë ke ti? Shko dhe takoj të vllajin. Ti nuk mund të rish gjithë jetën i fshehur. Nuk mund ta mbash të vajzë gjithë jetën të fshehur. Nuk fiton asgjë kështu. Që ajo të iki nga skeda e vajzave të humbura në policinë e Korçës, ajo duhet vetë të takoj vllajin dhe Vasiola të vej vetë paraqitet në polici. Ti thoj policisë ja ku jam. Duhet vesh takosh vllajin. Që ti mos jesh më në skedat e vajzave të humbura në Shqipëri. Vetëm njeriu që kam krah nuk duhet ta largoj. Po nëse ti e dashuron atë djalë, qofshe lumtur dhe uroj që dashurinë që ke ti për atë të ketë dhe ai për ty. E ka. Kemi të dy. Ashtu qoftë, unë ta uroj me zemër, por kjo nuk do të thotë që për hir të dashurisë ti të fshihesh dhe të humbasësh. Ma jep fjalën që do shkosh te vllai. Mirë, unë të përqafoj, të gjithë bëjnë gabime, të gjithë mësojnë nga gabimet, por ajo që nuk duhet të harrojmë është familja. Mirë, e përshëndes djalin, atë djalë që dashuron ti, e përshëndes. Mirë, ky ishte reagimi i 15 vjeçares me partnerin e saj, të cilën unë pata një komunikim të gjatë me të dy dhe u duk qartë avokat, 15 vjeçare ishte penduar që ishte larguar në atë lloj forme nga shtëpia, por kishte frikë tashmë të kthehej në shtëpi, sepse i dashuri i saj në një moshë madhore mund të ndalohej nga policia, sepse vajza kërkohet nga policia. Dhe ju e dëgjuat edhe partnerin e saj, 21 vjeçarin, i cili deklaroi që edhe unë jam izoluar në shtëpi sepse kam frikë nga policia, mund të arrestohem përderisa ka mbajtur një 15 vjeçare për një kohë të gjatë dhe ata nuk e treguan as vendi se ku jetonin. Kishin frikë të tregonin se ku jetonin dhe me kë persona të tjerë mund të jetonin, me prindrit tha, por e vërteta nuk dihet. Nga sa dëgjova deri tani, ai djali nuk e ka mbajtur fshehur asgjë. Ka dashur kjo të rrimi atë djalin dhe s'kemi pse ta gjykojmë. Jo, avokat, të lutem, jo, tani të lutem. Vajza është 15 vjeç tani, djali është në moshë madhore, ai ndaloi nga policia, futet në burg, ka mbajtur quhet pengmarrje. Ka mbajtur peng një 15 vjeçare. Nëse kjo deklaron që nuk është Që rrëmbyer. Vasiola, më thot gazetarja më shkruajti, është 14 vjeç, ende si ka mbushur 15 vjeç. Dakord jam me ty. Nëse ajo deklaron që ka mbajtur me dëshirën e saj atje dhe ka ikur me dëshirën e saj. Avokat, është e mitur. Një 13 vjeçare, një 14 vjeçare. Këtë atë. Po pra, por ajo që ne duhet të themi është që ky person duhet ta çojë në shtëpi, avokat. Ai, po kur ajo nuk do të vej, si të bëj ai? Avokat, hyn shërbimi social. Këtu erdhë ma atje ku duhet. Po pra, hyn shërbimi social dhe... Për këtë djalin dhe për këtë vajzën, duhet të hyj shërbimi social shtetëror. Dhe të marrë vajzën... Se vajza kishte një gjendje goxha të rënduar psikologjike, avokat. Nga sa dëgjova tani, vajza ishte e qetë dhe
fliste pastër. Gjithsesi, okay, ju keni dëgjuar vetëm këtë intervistë, por unë me Vasiolën kam patur një komunikim shumë të gjatë, e cila tregoi edhe momente të vështira që kishte kaluar në shtëpi pas vdekjes së humbjes së prindërve, duke tentuar të bënte edhe vetvrasja. Dhe gjendja e saj është goxha e rënduar nga ana psikologjike. Ndaj unë dua të ngre zërin ditën e sotme, të bëj thirrje pikërisht Shërbimit Social në qytetin e Korçës, policisë së Korçës, të reagojnë për këtë vajzë. Ata ende nuk e tregojnë vendi ku ndodhen, kanë frikë nga policia se ndoshta partneri saj i rritur në moshë mund të ndalohet dhe të dënohet pikërisht për mbajtjen pengle, ta quajmë kështu, të kësaj 15 vjeçare që ka humbur kontaktet me të vllajën e saj Sergjo Hoxha, i cili ka bërë një denoncim në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Unë e kam Sergjo në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë nga Korça dhe menjëherë dua ta përshëndes. Sergjo, përshëndetje. Atëre regjia ta bëj gati Sergjon, i cili ishte duke na ndjekur në transmetim live, ka parë edhe intervistën e të motrës, besoj që edhe i vllai ka një reagim dhe situatën unë e shikoj goxha të rënduar dhe patjetër që kjo 15 vjeçare... Po që ka zgjidhje. Patjetër që ka zgjidhje. Ka zgjidhje dhe nuk ka nevojë, nuk është nevoja që të ke zgjidhje me polici dhe me burg dhe me dënime dhe me pasoja, ka zgjidhje nëpërmjet psikologëve të Shërbimit Social Shtetëror. E kemi vllajin Sergjo. Sergjo, përshëndetje. Përshëndetje. Nuk e di nëse na ndoqe live dhe dëgjove reagimin e motrës. Po, e dëgjova. Ajo premtoi se shumë shpejt do vi të takoj dhe do shkoj vetë të paraqitet në polici. Do vej me mua. Unë uroj që Vasiola ta mbaj premtimin, vazhdoj ende, ti them dhe nga ky transmetim live, si Vasiolës, motrës tuaj, por edhe të dashurit të saj që nuk mund të jetohet kështu në fshetësi. Pra, atë që ata duhet të bëjnë është që të vinë të takojnë ty, të shkojnë vetë në polici të paraqiten, dhe nëse ata ndihen të dashuruar, le të vazhdojnë jetën e tyre dhe të jenë të lumtur. Por aman, është e rëndësishme që ajo të marri në telefon, të vitë të takoj dhe ti si vlla ti jesh i qetë për motrën tënde. Ta presi motrën, ti thotë që qyrqerë dhe bëre gabim, s'kishtë problem. Ajo do kthehet tek i vllai se ai ka mbetur, vetëm një vllai ka mbetur. Është histori e dhimbshme e kësaj familje. Shumë e dhimbshme është. Dhe prandaj unë them që duhet ty se s'bën psikologu dhe Shërbimi Social Shtetëror, me qëllim që këtyre t'u lehtësoj dhimbin dhe t'i udhëzoj dhe t'u jap shpresën që nesër e tutje do jetojnë si gjithë qytetarët e tjerë të Shqipërisë. Pavarësisht se janë në moshë të fëmitur, pavarësisht se ai djali ka bërë gabim se ai ishte 21 vjeç. Kuptohet, është më i pjekur nga kjo. Po prapë dhe ai fëmijë është, ti themi gjëra siç janë, se që jetë 18 vjeç, kalove 18 vjeç nuk do thotë se o poqe. Thjesht kjo varet nga formimi, nga arsimimi, nga edukata, nga ambienti ku je rritur. E qartë, por përpara disa ditëve ke qenë me mua në studio me një rast nga Korça ku 22 vjeçar kishte përfunduar pas sekurave dhe i dënuar për marrëdhënie seksuale me një të mitur, që ai thoshte e kam grua. Dhe e thash dhe u dhe them prap, me që ma përmënde atë rast, nuk prap po e them, po kam ngullë në atë që thashën anë e kaluar. Janë martuar ata në bazë të zakoneve të sojt të tyre, të komunitetit të tyre. Nuk ke pse ta dënosh, se ti do dënosh tani të gjithë komunitetin në Romë. Ju jeni të zakoni dhe tradita, por unë jam tek ligji. Të gjithë për para ligjit duhet të përgjigjemi njësoj. Por gjithsesi, Sergjo, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Unë jam e sigurt që Vasiola është duke na ndjekur me partnerin e saj në këtë transmetim live. Dëshiron ti thosh diçka motrës? Po të dëgjoj Sergjo, çfarë do i thuash Vasiolës? Do t'i them të vi në shtëpi. Me gjitha ata le të vi. Dera është e hapur. Ti them dy fjalë Sergjos? Ja, të marrë mesazhin për motrën. Po? Le të më thotë mua që e dua. Unë do e pranoj me gjithë zemrën. E qartë, pra dera është e hapur. Ky është mesazhi që ti po përcjell për motrën tënde dhe për partnerin e saj që jam i sigurt që po na ndjekin ditën e sotme. Avokat, çfarë ke për t'i thënë Sergjos? Sergjo, më dëgjoj çik mua. Derën e katat. Alo, Sergjo, më dëgjoj pak. Ty fati tani të caktoj dhe bab dhe vëlla për atë vajzën.
të fatit të caktoj kryetar të asaj familje, të ikën prindrit, nuk do të thotë që beqët të ikën prindrit edhe ajo familja të shkatërohet. Ti, motrës, do t'i dalësh krah, do të mbështetet motra të këti. Edhe ai partneri motrës, duhet që të këti t'i gjej një dashuri si që kanë kunati me kunatin, të bani fort njëri tjetëri dhe të shikoni testi për para. Ndërkohë, duhet që pozicionin e partnerit të motrës ta lehtësoni në policinë e shtetit dhe në organet përkatëse dhe mundësisht kërkoni ndihmën e shërbimit social shtetëror që kanë psikolog të trajnuar për atë punë dhe për këto raste. Gjithsesi, i dashur Sergjo, po fshilotët, dhe mua më vjen keq që të shikoj në këtë gjendje dhe e di lidhjen e madhe që përjeton ky djalë. Ka humbur nënën, babai nga kjo jetë, ka vetëm një motër Vasiolën, edhe motra që është larguar nga shtëpia, por ti e pea imazhin e saj, le të themi, e dëgjove zërin e saj në gjithë atë intervistë që unë pata me Vasiolën, ajo më ka premtuar që do vi në shtëpinë tënde, unë do bëj të pamundur që t'jem në komunikim të vazhdueshëm me Vasiolën dhe të premtoj që do bëj më të mirën për motrën tuaj. Ju falenderoj. Kështu që të përshëndes, i dashur Sergjo. Falenderit. Dhe forca për t'ja dalë. Në tilla raste, ne njerëzit që jemi të dënuar, të humbi njerëzit më të dashur, dhimbjen jemi të detyruar ta kthejmë në forcë. Sergjo, do të them dy fjalë. Kanë qenë në moshë shumë më të vogël nga ti, dhe edhe 15-16 vjeçar që kanë humbur prindrit dhe janë bërë burra se i ka pjekur momenti çasti. I ka pjekur nga një fëmijë bën burr kur humbet familjen, kur humbet njerëzit më të afërt. Prandaj ty të ra ky fati keq, por ti të jetosh, të rosh të bësh 100 vjeç bashkë me motrën dhe mos e lëshosh motrën asnjë çast. Në çdo kohë ti të jesh ombrell për motrën tënde. Kaq të uroj unë dhe të këshilloj. Mirë, Sergjo, të falenderoj dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Mirupafshim. Mirë, ishim me Sergjo Hoxhën, me vllajin e Vasiola Hoxhës, 15 vjeçare, e cila reagoi për afërsisht një muaj që ishte larguar nga shtëpia. Urojmë dhe shpresojmë që ajo të shkojë tek i vllai, të bashkohet sa më shpejt dhe mos të figurojë më si një ndër vajzat, një adoleshente në skedat e policisë si një vajzë e humbur. Avokat, ne do qëndrojmë bashkë për të vazhduar një tjetër histori, le të themi historinë e vrasjes së një biznesmeni në Fier, ku nëna e të akuzuarit, e cila ishte në studion e emisionit pa gjurmë Roza Krasniqi, tregoi një tjetër version të ngjarjes, por ditën e sotme ne risjellim në fokus pasi pas atij transmetimi pati shumë dëshmi për atë ngjarje, dëshmi të cilat erdhën në orët e mbrëmjes, kur ne nuk ishim në transmetim dhe padyshim nuk ishim as në zyrë, po ishim në familjet tona, dhe sot unë e sjell në fokus për të qenë transparente dhe për të dëgjuar këto dëshmi live. Por fillimisht ne do kalojmë në reklama dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me këtë histori. Një ditë më parë në studion e emisionit pa gjurmë u trajtua ngjarja e ndodhur më 22 nëntor 2015, ku u gjende një kazan mbeturinash, trupi i pajet i biznesmenit 82 vjeçar Novruz Likometaj në qytetin e Fierit. Viktima u gjet me plag në trup, ku dyshohej se ishte goditur me mjete të mbrehta. Për këtë ngjarje u akuzua 50 vjeçari Skënder Krasniqi, ku më 25 maj të vitit 2020 u dënua me 20 vite heqje lirie në bazë të provave që prokuroria paraqiti. Viktima dhe akuzuari ishin komshin dhe mendohet se motivi i vrasjes ka qenë ngacmimi që biznesmeni kishte bërë nënës autorit Roza Krasniqit. I ndjeri Novruzi, ju kishte gacmuar ju. Jo, mi përplaste bananet në mërdhe dhe hajde të shpia t'ja plek. Si shana ato gra, që të venja të shpia t'it mirja lek. Unë punoja me ndjerë, i ndisën ti me bënja në shpi. Pse i bënde këto veprime i ndjeri? Vinte pranë ban... Ishe harbut, ja harbut. Si? Ishe hori ora. Ishe hori, ishtë ndarë dhe me gruën, gruja rrinte me djema, i rrinte veç, kërkon të grua. Ti takove djalin e viktimës. I tregove që babai juaj po të sillte shqetësime. Babai i tij të sillte shqetësime. Unë kam 44 vjet pa burr, se kam qitë në rrugë, më ngatmoj ky apo ngatmoj ky, unë s'vetet e fëmit, se nuk i fus fëmit brenda, me sherr me zhamata. Por djali çfarë ju tha? Djali ai tha kështu, i them unë babait mos ngatmoj. Kaq.
E ftuar në studio Roza rrëfeu momentit kur uniformat blu kontrolluan banesën e tyre dhe arrestuan të birin, duke hedhur dyshime se nuk u gjet asnjë provë që implikonte familjen e tyre në këtë krim. Erdhen e arrestuan në darkë. Arrestuan. Po. E qonë në burg. Dhe të nesret vinë një kontroll. Në shtëpi. Po. Edhe shber analizë dhe gjoja se dolin provat, Skenderit i doli analizat. Se qa morën, se qa kishin, aslan avokatin, aslan djalin tim, aslan mua, asnjëri. Kanë bërë bet. Gjithçka, sipas jush. Mbas 5 vjetës që është bërë vrasja, Po. policia erdhi aty dhe gjeti prova? Se, Digjo. Nuk ndodh. si nuk ndodh? Ska Prova nuk gjurmë mund të gishti zbulohen që dhe të pas mjelet- 20 viteve. Gjurmë gishti? Gishti jo, por në bazë të analizave që thotë zonja. Analiza çfarë? Ata në atë shtëpi kanë hyrë kanë dalë se kanë mbajtur malli. Argji flen tërnatën. Argji flen tërnatën. Ju shkoni e vizitoni shpesher në burg, se jetoni dhe në qytetin e Kam Fier. një vit ka vajtur vetëm se duroj. Qa po ben? Pse m'le brenda? Ma japi një pak qa kam bërë dhe për qa rri brenda. Që ditë dish në pirë, vetëm të lëvizesh në pirë tonë, që shë morën qapa djalë. 50 vjeçari nga Fieri ka 5 vite pas hekurave, 5 vite pas qenë pranë 2 fëmijëve të tij, duke kërkuar pafajësi, dhe ëma bën apel për ndihmë. Unë dua nga drejtësia, dua vetëm drejtësi dhe drejtësi. Jenen me fëmijë nuk kaloj. Vetëm me fëmijë se putët zemra. Djali të myt e dera, unë të desa aty nuk më bëhet bon. Djali të myt e dera, mos të takoj parë, unë të desa aty. Ky ishte mesazhi i nën Rozës, 81 vjeçare, se cila vetëm përpara 2 ditëve ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe kërkoi pafajësinë e të birit, duke treguar se nuk është ai vrasi i biznesmenit Novruz Likometa, i cili u gjet i pajet në 22 nëntor të vitit 2015. Avokat, ne nën Rozë nuk e kemi sot në studio për shkak të probleme me shëndetin. Një 81 vjeçare e pamundur që të udhëtonte nga Fieri për të qenë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë, por unë do bëj të pamundurën që ta kem sot atë në një lidhje telefonike, sepse e thash dhe pak më parë që pas transmetimit që ne ishim përpara 2 ditëve në këtë studio, kanë britur disa dëshmi dhe ditën e sotme unë do kemi një qytetar nga Fieri i cili do të japi një dëshmi për këtë ngjarje. Sigurisht që ai mban përgjegjësi për gjitha fjalët që do thoj ditën e sotme në këtë transmetim, por edhe ju si avokat këmbgulni që 50 vjeçari me emrin Skënder Krasniqi, që është djali i nën Rozës, nuk ka lidhje me vrasjen. Ju bazoheni vetëm nga ato që dëgjuat nën Rozën, por kjo nuk do të thotë që nga një ngjarje që rrëfen një nën e cila ka zemrën plak për të birin, që unë jam e sigurt që çdo lloj nëne në botë nuk e pranon krimin që mund të ketë bërë i biri. Ju bazoheni nga kjo që thoni që nuk ka lidhje me vrasjen? Jo, nuk bazohem vetëm nga ajo. Shiko, ai djali i kësaj zonjës është dënuar një herë 8 muaj dhe ka fituar të pafajësinë. Dakord? Po. Tani, mbas sa kohësh arrestohet prapë dhe gjasmi kanë dalë prova? Në 2020-ën. Pra, i bie prapërsisht pas 5 viteve bëhet arrestimi i tij. Çfarë prova gjeti prokuroria e famshme se krimet këtu i bin prokurorët, si bëjnë gjyqtarët edhe qytetarët? Çfarë prova gjeti prokuroria që e arrestoi këtë mbas 5 vjetësh dhe dënon tani e mban pas hekurave? Dhe këto prova që u gjetën pas 5 vjetësh, si pas kanë ngrirur akoma të pas buluara që në etapën e parë të hetimit të ngjarjes? Por gjithsesi, nën Roza na ka vënë në dispozicion një dokument, pikërisht nga prokuroria e cila në vitin 2020 nisi hetimet në 2015 kur ndodhi ngjarja, e cila nisi hetimet për të dyshuarin e parë që ishte djali i saj, pikërisht Skënder Krasniqi. Dhe doli pafajshëm. Jo, doli pafajshëm, por prokuroria në atë kohë ka kërkuar të identifikohet pikërisht mesazhi që u gjet viktimës, biznesmenit. Kush e pengoi prokurorin ta identifikonte se kush? Ja, një sekond, më lër të ta shpjegoj, e kemi dhe simbulim. Ndërkohë është kërkuar që të verifikohet numri celularit që i përket shtetasit Adem Kajusha, të identifikohet ky shtetas dhe të pyetet ky shtetas në lidhje me SMS-n që i ka dërguar viktimës Novruz Likometaj në datën 26/8/2015 me këtë tekst. Dëgjo pak o plakush, jam Adem Kajusha, mos u merr më me këtë punë, se do gjesh belan me mua, e more vesh, kaq po të them unë. Pra, ky mesazh është dërguar në 26 gusht të vitit 2015
një mesazh që të duket është mesazh kërcënimi dhe biznesmeni Novruz Likometaj në 22 nëntor të vitit 2015 u gjet pa shenja jete në një rrugicë të qytetit të Fierit. Ndërkohë që familja e Krasniqit kërkon që ky mesazh jo vetëm që u arrit të zbulohej nga kompania celulare që kishte viktima, por nuk u mor asnjëherë seriozisht në hetimet që u bën. Pra, kush nuk e mori? Kush duhet ta merrte seriozisht? Kush duhet të hetonte kush është ky Adem Kajusha? Kush duhet të hetonte? Duhet të hetonte prokuroria. Vim atje ku them unë, që prokuroria kur i do qefi mbulon krimet, ndërsa kur ka interes ose kur ka nxitje, e kuptojmë të tërë se çfarë nxitje ka prokuroria në këto raste, ai e ndjek. Tani çe pengoi prokurorin për ta hetuar që në atë moment këtë ngjarje. Unë këtë përgjigje kërkoj nga prokuroria e Fierit. Kush ju pengoi zotërin prokuror që ta ndiqni që ditën e parë që e keni marrë këtë mesazh? Pse kujtojni pas 5 vjetësh dhe çfarë provash që ajo u gjetën pas 5 vjetësh, këtë s'po kuptoj. S'kam thënë gjë. Të na e thonë se dhe zonja që ishte këtu, nuk na tha se çfarë prova do të thotë që 81 vjeçare ka qenë mësuese në profesion. Por një nënë e plagosur, e cila kishte humbur dhe bashortin. Ka rritur 3 jetim, e vuajtur në jetë, i ka rritur duke shitur banane fëmijët. Shumë e vuajtur, po me shumë karakter dhe një zonjë me të vërtet në kuptimin e fjalës zonjë. Tani unë prapë po këm ngull tek organet e hetimit. Prokuroria zonjë, çfarë bëri? Ai prokuror i asaj dite, i atij momenti, ai duhet marrë arrestuar, sepse ka shkelur, ka abuzuar me detyrën. Në dashje me dashje, në dashje pa dashje, ai nuk ka bërë detyrën, ai duhet të përgjigjet ligjërisht. Dhe mos kujtojnë pas 5 vjetës të sajojnë prova, mo cila është prova që kanë gjetur tani në 2019. Në këto momente, ne kemi në lidhje telefonike një qytetar nga Fieri, aty ku ka ndodhur ngjarja, aty ku u gjet i pajet biznesmeni nga i njëjti qytet, i cili ditën e sotme do t'japi një dëshmi që mua më ka shokuar kur e kam dëgjuar. E kam qytetari, nuk dua ta identifikoj, por menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike. Mirëmbrëma, përshëndetje për avokat Zacën. Faleminderit vëlla. Jeni nga Ballçi, jo nga Fieri. Atëre, unë kur e pash emisionin pak dje në mos gabojshte se po ngatrojmë edhe Po, përpara 2 ditëve. Po, ajo ngjarje ka ndodhur në nëntor të 2015. Po, përpara se të më tregosh dëshminë tënde, të lutem, përpara se të më tregosh dëshminë tënde, është një dëshmi bomb që do thuash ditën e sotme në këtë transmetim live, të lutem, duhet të dish që do mbash përgjegjësi për çdo fjalë që ti do nxjerrësh nga goja në transmetimin live në pagjurm, të kësaj të premte. Do më lësh tani që të fund ta shpjegoj. Patjetër. Kur ka ndodhur ngjarja, para se të ndodhte ngjarja, ai buri moshua shkonte në për kafe. Këtë e ka thënë për njerëz që kam shtëpia do t'i jap bashkëtueses. Një bashkëtueses. Po viktima e buri moshuar. Kam 2 shtëpi. Ja një sekond të lutem, avokat, mos mundri të dëgjojmë dëshminë, të lutem. Dëgjojmë dëshminë dhe komentojmë. Atëherë të lutem zotëri, bëhet fjalë për viktimën Novruz Likometaj. Po për atë burin e moshuar si kishte ai. Po pra, Novruz quhet viktima. Po. Ai buri moshuar rrinte në për kafe. Aty në për kafe ku rrinte, ai fliste në për njerëz që kam 2 shtëpia dhe kam gjetur një bashkëtuese që do bashkëtoj. Po. E ka thënë ai buri moshuar. Po. Dhe këtë e kam dëgjuar nëpërmjet njerëzve që kur ka ndodhur ngjarja njerëzit flisnin. Dhe çfarë lidhje ka kjo me vrasjen e tij? Po pikërisht tani dhe më kërcënoi fëmijët nëse do t'japë shtëpiat. Bashkëtueses ne do të zhdukim, i kishin thënë fëmijët. Po, të lutem avokat, po të lutem ta dëgjojmë dëshmi, pastaj i japim komentin. Pra, ju po na tregoni që viktima i cili fatkeqësisht u gjendi pa jetë në vitin 2015 në qytetin e Fierit, përpara se të ndodhte kjo ngjarje që ti merresh jeta, ai është shprehur që ka 2 shtëpi dhe një shtëpi do t'ia fali bashkëtueses së tij. Kam konflikt thoshte me fëmijët, i kisha thënë njerëzve në kafe se do t'i jap bashkëtuese 2 shtëpia, mbante edhe lek me vete. Dhe fëmijët nuk ishin dakord që një shtëpi babait ja falte bashkëtueses. Po, kur kishte vajtur atje, kam dëgjuar nëpërmjet njerëzve që po diskutonin, po flisnin dhe kam konflikt me familja dhe fëmijët se nuk duan që unë të marr një bashkëtuese në shtëpi. Dhe çfarë ka kjo me ngjarjen? Tani që jo, ta dëgjojmë, të lutem. Avokat, të lutem. O avokat, po tani mos përdorim fjalën dashnore se është e rëndë.
të lutem. Po aja ashtu ka thënë bashkëjetuse, po pse që është ajo grua është? Po është i martuar e qendra dashnore, është unë jam i drejt për drejt. Mbaj përgjegjësi pra të i them, për të më ke ftuar këtu. Ta dëgjojmë deri në fund dhe unë do të jap kohën e dur të ta komentosh gjithën. Atëherë çfarë? Po e them sigur se pas ka thënë personi që kam dëgjuar në te kafja nëpërmjet njerëzve. Po pra, po do bashkëjetoj thoshte. Tani ju po na jepni një dëshmi dhe keni treguar të paktën që personi që vuan dënimin nuk është ai që ka bërë vrasjen. Kush e ka bërë vrasjen pra? Po kush e ka bërë vrasjen, po të kishte polici dhe prokurori qyteti Fieri do ta kishte zbardhur vërtetën, deri tani nuk e ka zbardhur të vërtetën. Shumë saktë, shumë e saktë, atë që thash dhe unë. Të faleminderit zotëri. Unë ndoqa misioni dhe jam shumë dakord me avokat Zaçën që nuk ka punuar prokuroria, edhe një Të lutem, zotëri, të gjithë mund të kenë konflikte në familje. I ndjeri mund të ketë pasur konflikte me fëmijët, por kjo nuk të lë të dyshosh që kanë qenë këta të fundit që kanë bërë krimin. Do më nga bazojni ju, se ju këtë lini të kuptojmë ne. Edhe njerë, po edhe personi atje nuk ka pasur lidhje fare me vrasjen e ati burit të moshuar. Në qoftë se dikush ka pasur lidhje, të lutem Odeta, në qoftë se dikush ka pasur lidhje me këtë vrasje, janë pikërisht fëmijët e këtij që është kërcënuar shtëpia dhe nderi familjes që ai do jetonte me një bashkëjetuese e do linte në natyrë rrugëve. Këtu ti ndajmë gjërat. Dhe më e rëndësishmja, më dëgjon? Të dëgjoj qartë. Dhe më e rëndësishmja, atëre, sipas fakteve që kanë dhënë, që kanë ndodhur ngjarja, atëre e arrestojnë atë personin që është në burg, e nxjerrin pas 8 muajsh, merr pafajësinë, merr dhe dëm shpërblimin. Në 2018, në pranverë, në muajin Ramazan, surse ndodhemi këtë muaj, e kanë dhënë, më dëgjoj një sekond, e kanë dhënë gjithë lajmet, gjithë stacionet në Shqipëri, që shkon nusja e djalit tjetër të atij plakut, të viktimës, shkon denoncon në polici. Unë e kam dëgjuar lajme, ka dëgjuar gjithë Shqipëria. Mund ta gjeni kudo nëpër rrjetet sociale. E kam parë tek Ora News dhe Klan që ka denoncuar se ishin konfliktuar për pasurinë pjesën tjetër që mbas vdekjes atij plakut, që plakun baban e tyre e ka vrarë djalin me nusën tjetër. Në momentin ka arrestuar policia. Dhe ata kanë avokat një Sajmir, në mos gaboj që dënë Sajmir Visha që del në premisionet... Po pak rëndësi ka tani. Dhe ai ka bërë ndërmjetësimin që ka liruar ata nga burgu. Kjo është e vërteta që shkollë është diskutuar. Tu ta gjenë tjetër vend vrasës e mos mbajnë njës pavajshëm në për burg e kot. Pra duhet... Si ka mundësi, është çështje kontraditore. Zotri, më falë minut, të falenderoj djektësisht për këtë kthe, dhe unë po ju them, zonja gazetare, që detyra themelore këtu është e organit hetusis, të policisë gjyqësore dhe të prokurorisë. Të thellë, pse nuk janë thelluar në hetime, derisa kanë dalë gjithë këto gjëra, se nuk është një, janë 3-4 gjëra që po dalin nga dëshmia e këtij zotërisë. Këto duhet i kishte marrë në konsiderat prokuroria dhe të mos i lironte ata dy që ishin akuzuar se kanë vrarë këtë Lekometën, por të thelloj deri në fund në hetim. Se kjo është shumë e rëndë që ne po japim ditën e sotme, ndaj shpesher të them dhe ty avokat dhe qytetarit që do mbani përgjegjësi vetë për çdo fjalë që nxirrni, sepse po thuhet në këtë transmetim që biznesmeni në 2015 e vran fëmijën se ai do i falte shtëpinë bashkëtuesës së vet. Odeta, unë kam të drejtë, të lutem, kam të drejtë të shpreh dyshimet e mia, unë jam avokat. Flas nga pozicioni e avokatit dhe konsideroj veten në sallë të gjyqit tani. Dhe po them, prokuroria nuk ka bërë detyrën. Kjo është e padiskutueshme. Të vinë prokuror të ballafaqojnë me mua. Kam edhe nënën, zonjën Roza Krasnishi në një lidhje telefonike. Zonja Roza, je duke më dëgjuar? Je duke na ndjekur në transmetim live? Sepse kemi një qytetar në këto momente. Ndërkohë ja, më lijo pak të lutem, që të hap dhe zërin tuaj. Regjia, nëse kemi mundësi ta marrim, ndërkohë po e marr unë Rozën, i lutem a lironi linjën, Regjia, për të marrë Rozën në telefon, nënën, ndërkohë që e kemi qytetarin, ajo ishte duke na ndjekur në këtë transmetim live dhe po e dëgjon dëshmin. Ndërkohë nëna gjithnjë e ka thënë që kërkoi pafajësinë e djalit se nuk e ka bërë krimin. Zonja Roza, po më dëgjon? Ja, po dëgjoj. Fon me telefon tjetër, jo me ti. Dakor, jo, mund ta mbash telefonin hapur dhe unë të dëgjoj qartë. Ditën e sotme kemi një qytetar nga Fieri i cili po tregon për ngjarjen e rëndë ku djali juaj është dënuar me 20 vite burg. Dhe sot na dolën të tjera
dëshmi ku dyshohet se nuk është djali juaj që ka bërë atë krim, por persona të tjerë dhe janë brenda familjes dhe kjo është shumë e rëndë që ditën e sotme po deklarohet nga kjo studio. Zonja Roza, unë nuk kam kohë të mbyll telefonin dhe të marr nga telefon tjetër. Mund të flasësh nga ky telefon. Jeni duke na ndjekur? Po. Atëre, u tha një dëshmi që është në mbrojtje të djalit tuaj. Besoj e dëgjuat. Po. Keni një koment? Mirë, zonja Roza, kuptohet, 81 vjeç, regjia të më ndihmoj dhe të flasi, ndoshta ajo nuk më dëgjon qartë dhe thot po, por nuk më kupton, më tha më ndrysho telefonin dhe duket qartë që nuk na dëgjon. Një koment të fundit, avokat. Një minutë, jo të fundit. Nga momenti që ne shikojmë që ky person që është akuzuar dhe që është futur në burg, që për mua është i pafajshëm, për mua, deri tani me që dëgjova sot, veçanërisht nga dëshmia e këtij zotërisë, jo nga Nën Roza, se ajo flet për djalin e saj, natyrisht atë do mbroj, por nga dëshmi që dëgjova dhe nga fakte që dolën aty që i përmendi ky zotëria. Por si ka mundësi që prokuroria e qytetit të Firit nuk ka marrë bazë asnjë lloj dëshmie të tillë. Pra nusja e shtëpisë ka deklaruar në polici dhe nuk është tani më duket. Nuk ka dashur t'i bëj. Aty i lozën shumë gjëra, lot paraja, lot shumë rol të madh paraja, lozën shumë gjëra aty. Dhe unë shikoj kush është marrë me këtë çështje dhe nuk ka nevojë të përmend emra. Unë di të them këtë gjë dhe po e shikoj të më shikojnë prokurorët e Fierit dhe gjykata e Fierit drejt në sy. Ju zotëris keni bërë detyrën. Ju nuk keni hetuar në 2015 çfarë ka ndodhur dhe nëse hetua dhe doli pafajshme ai që kështu mund të jetë dhe kështu ka dalë, çfarë prova gjetët të reja në 2019 ju zotëri që arrestuat atë dhe ai bën 5 vjet burg tani, për kë i bën? Çfarë doli në dritë? Se s'ka dalë asnjë provë zonjë. Thjesht e kanë marrë, kanë arrestuar se kemi gjetur ne ca pantallona doku aty si Roza radhën e kaluar, pse ato kanë prova? Ato kanë prova, s'janë prova ato. Se ata kanë hyrë, kanë dalë në atë shtëpi që ka qenë aty. Mirë po, të gjitha të dhënat që thanë këta ka konflikt në familje, unë për vetë time i marr me 99% të vërteta, jo 100%. Ndërkohë, nëse ka diçka të fundit për të shtuar qytetari, po i dëgjojmë. Gazetare, unë të thash një diçka që se nëse do të shikosh, do të kontrollosh rrjetet sociale, e ka dhënë deklaratën policia që kishte mbledhur provat, nuk jam unë ai që krijoj prova. Unë thash, dëgjova nga qytetarët që flisnin që kishte deklaruar plaku që kanë probleme me familjen. Kurse për ngjarjen, për arrestimin e autorëve e kanë në rrjetet sociale mund ta gjesh shumë kollaj dhe është në denoncimin e policisë. Jo se nuk i kemi gjetur, padyshim, por në momentin që ne nuk kemi një dosje të plotë se çfarë ka hetuar prokuroria dhe çfarë faktesh ka gjetur që ka implikuar 50 vjeçarin dhe më pas e ka akuzuar si vrasës dhe gjykata e dënoi me 20 vite burg, unë nuk mund të jap asnjë lloj komenti. Në momentin që këtë dosje nuk e kam. Ja pun komenti, prokuroria nuk ka punuar. Nuk se jap dot kur s'kam një dosje. Ndërkohë, padyshim që zëri çdo qytetari do jetë në këtë studio dhe unë po e dëgjoj zërin e Nën Rozës, zërin tuaj si avokat, edhe zërin e dëshmitarit. Unë i kërkoj llogari prokurorisë pse nuk e bër hetim të plot ndash në 2015 dhe ndash në 2019. Në dash dhe nga këto që kanë dalë në rrjetet sociale që thotë zotëria, se informacioni që jep zotëria është shumë i rëndësishëm. Gjithsesi e falenderojmë qytetarin. Zotëri, unë të falenderoj. Gjithë të mirat. Mirë, do bëjmë një tjetër shkëputje avokate, kam detyrueshme të kaloj në një klip, do të flasim për një suplement ushqimor i cili quhet Prostatol, është i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në probleme dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Bashk live dhe pak minuta më kanë ngelur në dispozicion avokat, por kemi Nën Rozën dhe do doja që ta kisha zërin e saj dhe e përshëndes. Përshëndetje Roza. Përshëndetje zemra. Je duke na ndjekur në këtë transmetim live. Ju ndjek dhe ju falenderoj. Deri sot jalim 4 vjet brenda e gjysmë, asnjë sesion nuk ka marrë si ju. Ndërkohë unë nuk bravo ju qoftë. Unë nuk e di nëse Skënderi të ka telefonuar nga burgu, sepse ne pritëm atë ditë që na telefononte, pra i smundi dot, ti ishte në transmetim. Më dëgjon anën, mori tash i thuaj mua nuk më lanë të flas pas i numra ditë kishin vënë. Shputje deri në orën 4 mazite. Edhe thash të bili tek mua ja tregojnë 100 pillime deri në barim. Pra Skënderi kërkon që ne të marrim një leje nga burgjet dhe të shkojmë të marrim një intervistë në burg Skënderin. Kërkon me kë ngulje nga ju bë. Po patjetër, edhe këtë gjë ne mund ta bëjmë, që në ditën e vijim të marrim një leje nga drejtoria e burgjeve për të shkuar dhe për të patur edhe zërin e Skënderit në studion e emisionit Pa Gjurmë.
Këtë gjë Skënderi ta komunikoj tani, sot? Që të vitë të më takoj dhe ja tregojnë ta mamë si ai që ta ka treguar ty, ja tregoj dhe me mirë, tha. Të shohim dhe dokumenta, të marrën veç dhe Është shumë e rëndësishme. Patjetër që ne këtë ngjarje do ta vazhdojmë, avokat, përderisa e nisëm në studion e emisionit Vajgjur. Ju shkoni se ju paguan në emisionin televizioni, unë do shkoj vullnetarisht për atë djalë. Jo, patjetër që në momenti që ne do nisemi dhe kostot mbulojnë nga Report TV dhe ti je pjesë dhe nuk ke pse harxhon, mbulojnë nga Report TV. Kështu që kjo gjë, gjithsesi ka shumë avokatë që vinë në këtë studio dhe në mënyrë vullnetare, padyshim që kanë marrë çështje të tilla dhe kanë ndihmuar. Kështu që unë të falenderoj nga zemra nëse do e bësh dhe e besoj këtë gjë. E dashur Roza, ne mund të takohemi edhe shumë shpejt, pasi nëse do të marrim një leje të hymë në qelin ku fatkeqësisht djali juaj prej 4 vite gjysmë vuan dënimin. Do t'ju takojmë edhe juve, por dua të përcjellësh një mesazh të fundit, sepse nuk ka më kohë televizive. Me dëgjoni, po erdhen pjesë do vite nëna? Patjetër që do vi të takoj dhe ty. Faleminderit shumë. Është kreta. Mirë, të falenderoj dhe të përqafoj, nënë Roza. Një nënë e pikëlluar, por gjithsesi, unë uroj që drejtësia të shkojë në fund. Dhe nëse kjo histori ka dënuar njëri të pafajshëm... Ne do ngullim këmbë dhe drejtësia do shkojë deri në fund Odeta. Pik. Ne do ngullim këmbë dhe drejtësia do shkojë deri në fund. Do ballafaqohemi me prokurorët, me gjyqtarët, me të filloj gjithçka nga e para. Dhe unë jam drejtuar dera në kaluar dhe kësaj radhe i drejtojmë BK-s, Byros Kombëtare të Hetimit dhe Spakut. Të merret seriozisht me çështjen se çështje të tilla ka me qindra. Një 3-4 kam unë njërë në dorë sot që flasim bashkë këtu. Sa ka të tjerë, sa kanë qytetarët? Mirë, ne do jemi këtu, jemi në transmetim çdo ditë, kemi kohën televizive të duhur për trajtuar të gjitha këto histori ku zëri qytetarit të dëgjohet live nga Report TV. Falenderoj avokat që të pata në studio, kemi ardhur në fund edhe për këtë të premte dashur miq. Keni një fundjavë të bukur dhe bashkë takohemi të hënën tjetër live ora 16 këtu. Miropafshim.